Përshëndetje shikues të Telegrafit, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe transmetohet çdo të shtunë në RTV Dukagjini. Përshëndetje. Romak, para se mi fillu me bashkëbisedimin, mos të harrojmë t'i përmenim sponsorat tanë, të cilët nuk do të ishte i mundur ky podcast. Pa të cilët. Falenderojmë ProTransport, Mucha Solar, brendin e automjeteve nga Korea, KGM Sanyon Kosova, Patos, Dentfix dhe Lashko. Tërsa me neve në këtë seri është futbollisti i njohur shqiptar Jusen Memolla. Jusen, përshëndetje, mirë se vjen në Arena e Yjeve. Mirë se erdhe, Jusen. Sen atëherë mos të hupëm kohë, dalëm direkt në temën që e dojna mas shumë të futbollin. Kur ka fillu Hyseni mu merë me futboll, edhe cilat janë ato kujtimet më të bukura të fillimit karrierës. Faleminderit për mirëpritjen e para, e dyta unë tash si që din shumica, jam një djalë me origjinë nga Rogozhina edhe nga të lëvizëm me familjen në Itali. Domethënë nga Rogozhina deri në moshën 8-9 vjeçare, nga të ikëm Durrës edhe nga Durrësi lëvizëm si shumica shqiptarëve, shqiptarët e mesme. Shqipërisë ikëm në Itali, si shumica janë gjithani. Kështu që fillova në futboll me një ekip shkolle, aty ku më regjistruan prindit, domethënë para mendo ti 10 vjeçar, 11 vjeçar të fillosh me një kulturë tjetër, me një ambient tjetër. Një botë ndryshe. Po, çdo gjë ndryshe se ti pak a shumë je mësu me një mënyrë tjetër mu shpreh me njerëzit, me jetu, me shkolla, me gjëra kështu. Kështu që nuk isha as i lehtë fillimisht, viti i parë, viti i dytë. Po thjesht ke parasysh përshtatet shumë si je djalë i ri, çun i ri, ke parasysh ti, kështu që filluam aty me loz me një shkollë aty, ke parasysh ti edhe pas një viti, kështu një viti gjys, erdhi një klub që edhe sot limiton me një ekip Serie D italiane, ka Martina. Po, Martina Franca. Ke parasysh që me thon drejt duhet t'i falenderoj shumë se na kanë ndihmu edhe familjarisht kështu, ke parasysh se ishim domethënë njerëz që vishin nga Shqipëria, në event huaj, ambientimi. Ke parasysh kështu që na kanë ndihmu pak a shumë me një aspekti personale dhe thjesht futbollistike. Kështu që fillova nga aty, ishte një kategori, domethënë Serie D, Eccellenza, kështu kanë emrin në Itali. Kanë filluar që moshën 13-14 vjeçare kështu. Edhe nga aty kemi kam pas fat me thon drejt se nga aty kemi hec me një kategori për shembull nga Eccellenza hypëm Serie D, nga Serie D filluam me bokte Lega Pro që sot u bën profesionist kështu. Edhe pas 5-6 vite që kam lozë me këtë ekip, kam pas edhe drejt me marr pasaportën italiane. Që cili me disa aspekte na kanë ndihmu. Edhe kështu. Sigurisht se je konsideruar si ekstra komunitar dhe jo vetë po shumë futbollista shqiptar ju ka prish transferi në Serie A, në Serie B shkaku i pasaportës. E vërtet. Pas Martinës Jusen ke kalu te një klub i njohur si Hellas Verona. Aty ke qëndru për 2 vite, po asnjëherë nuk e arrit debutimin. Na kujto pak kohën te Hellas, po një ndeshje zyrtare. Po. Na kujto pak kohën se Hellas Verona një klub i madh dhe çka ke mësuar. Po, normal. Tash unë isha 18 o 19 vjeçare, ke parasysh që na morën nga Martina Franca, edhe unë u çudita pak me thon drejt se nuk e prisja se e doli, ke parasysh ku vjen kjo calciomercato, domethënë kështu në verë për 1-2 ditë. Tash ishte një intermediar aty, ke parasysh një menaxher ka bë vetëm me klubin, dhe shiko, ka qenë një eksperiencë. Tash para mendo ti vjen një djalë nga Shqipëria, kthehet direkt, vjen t'i ofron një kontratë që me thon drejt ishin kontratë shumë e mirë për mendimin që për shembull personalisht nga Martina Franca që merrshë domethën disa lek, po nuk ishin me thon wow, ke parasysh të shikën, po, ikën ka Verona edhe tash i shef amount, si me thon, shifrat ndryshe, ke parasysh ti. Edhe ka qenë shumë për shembull një situatë shumë emocionale fillimisht, ke parasysh se unë ika aty i qetra njeri Mandorline, direktorët, kështu, ke parasysh edhe tani mu përshtat me në realitet komplet ndryshe, që ishe Martina Franca, me Hellas Verona, ke parasysh që ndryshe. Unë u stërvisesh çdo ditë me ekipin, po ke parasysh tani vjen një djalë nga Liga 3, Liga 4 italiane, nuk vlerësojnë, ke parasysh ti pavarësisht që ti mund të kesh shumë kualitet, po ka disa situata në jetë që o të pengojnë, o të çojnë lart. Ke parasysh ti, tash nuk po them që më kanë pengu, thjesht më kanë rrit. Edhe
kam qenë shumë i lumtur për këtë eksperiencë, kam mësuar shumë, se kam pas to Rafa Marquez, Alfredson, ka qenë ky mbrojtësi grek. Ke parasysh kam qenë ideal sa herë që ka pa tjerë me mësu, jo me gjuku, kështu që ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua, thjesht na ka rrit edhe si person, si lojtar, se A i besove menaxherit kur të erdhë me ofertë prej Hellas Veronës? po nuk i besona, ke parasysh se ishte edhe një tip, domethënë që kishe sa herë fjalë, më thonë. Tani ti çam i Si shumë menaxhera, do ti domethënë. thotë ndaj gjë, ke parasysh ti, kështu që fund fare erdhi edhe ishte shumë i lumtur, më thon drejtë. Edhe nga ana familjare na ndihmoi shumë, kështu që Sigurisht. Pas prej Veronës shkohen Huazim Sloveni, te skuadra Koper. Atë ndihmoi ajo periudhë, ai Huazim që me bo atë hapin e madh pastaj. na ndihmoi po, sepse shiko, unë e shoh sa herë kur ke një oportunitet mirë është me shfrytzuar, ke parasysh, kështu që e kam pasi oportunitet, nuk gjet hapësirë në Verona, sepse e disha nga ku visha, pavarësisht se ti beson vetë, jo, po ka disa situata që duhet më njoh, edhe nuk ka punë, domethënë dorëzohesh ose si thot kjo give up, you know, thjesht vjen një moment që duhet me ndru, edhe ka qenë një moment me ndryshu, i kanë Zlloveni, Koper ishte një ekip që loste edhe në Europa League atë kohë, jo domethënë kështu, po bote sa herë këto kualifikimet kështu. Edhe pse jo thash. Aty takova Mr. Vanoli, trajner Vanoli sot në Gjorgji, ke parasysh edhe më ka ndihmuar shumë, ke parasysh eksperjenca pare imja jashtë shtetit, nuk flisi as anglisht, ke parasysh ti tash i Zlloveni 21 vjeç, 22 vjeç, duket çdo gjë ndryshe, ke parasysh ti hapën horizontet, të rritesh edhe si person, ke parasysh, kështu që çdo gjë ka mirë pritur edhe na ka rrit kështu si person, jam shumë i lumtur për eksperiencën, edhe kam shumë mendime të bukura për në Koper në Zlloveni, kam kalu shumë mirë. Edhe ty njohoj menaxher, ke parasysh Marcel Kaçinari. Edhe nga ty pastaj filluan. Po, tani pas tynave eksperiencave ke bo hapin e madh në karrierë te Hajduki Splitit në Kroaci. Aty ke lujt për 3 vite, nëse nuk gaboj. 2 vite gjithë. Po. Edhe po besoj që ndoshta ka qenë koha më e suksesshme jotja në aspektin individual, kështu personal. Na kujto pak këtë kohë në Kroaci, pasi dihet që futbolli kroat dhe Superliga e Kroacisë është në nivel bukur i lartë. Po, shiko, situata në Split ka qenë kështu, tashi ke parasysh unë pata këtë menaxherin Marcel Kaçinari, tashi doli aty në Lubiana, Olimpia Lubiana ishte Marian Pushnik, i trajner Pushnik, ke parasysh nga Olimpia Lubiana se fitoi kampionatin, se nëse nuk gaboj fitoi ligën atë vit, edhe iku direkt në Hajduk Split. Ke parasysh ti, edhe kë e njifte Marcelin, se Kaçinarin, se ky ishte menaxher që jeton në Koper. Edhe unë lozja me Koperin ndërkohë. Edhe Marian Pushnik mori telefon te menaxheri, se domethënë ishte një menaxher që kishte shumë emër në Zlloveni edhe në Itali, se punonte shumë me Interin. Tash ky vdiq gjatë rrethmet, ke parasysh gjëna, po me thon drejt vdiq me infarkt, ke parasysh edhe më udhim shumë se kam pas një marrëdhënie shumë të mirë, me thon drejt, ke parasysh ti. Edhe mori telefon Marcelin, edhe më tho Marceli, me më shiko, që Hajduku që të don. Tashi jo për një gjë, po unë nuk e ndjeksha fare kampionatin kroat, ke parasysh ti, njifsha pak a shumë Dinamo Zagrebin, kam gjuhë si emër Hajduk Splitin, Red Star, domethënë Zvezdan, ke parasysh, po tani do Hajduku, thoshun të rrit në Itali, domethënë, me këto lojtar Serie B, Serie C, Serie A, dëshira e gjithë lojtarëve është me los në Serie B, Serie A, ke parasysh. Sigurisht. Edhe më tho Marcelin, shiko, e ndi që nuk ke shumë qef me shku në Hajduk, po kjo është ma mirë me los në Hajduk se me los disa ekipë në Serie A në Itali, po. Ke parasysh ti 20 vjeç, 21 vjeç, thu çapo thotë kështu, ke parasysh nuk kisha dëshirë me los në Itali, ke parasysh ti shef rritesh me këto Sky Sport, me gjithë këto lojtarë. Se ke menuar që do të vynë ndeshje kështu vazhdimsi, u rrit ala. Po nuk e di, ke parasysh lojtari 20 vjeç thjesht na çoti as unë i thosh këtite, Marcel shikon, komo ndër me los Serie B, Serie A, me ke parasysh ti me los me një ekip në Itali, se shokët e shkollës, familja, normal që një lojtar mendon 3 afër familjes, 20 vjeç, ke parasysh pas 6 mujor që jashtë desh me shku shtëpi, kështu, ke parasysh edhe thjesht ku më thonë, shiko, më tho, po ta them edhe një herë, ul kryt puno,
Edhe pas 6 muajve i viti do jemi Shohim, prapë tu, po. shohim kush ka drejt ja unë. Edhe unë pa dëshirë. Ke parasysh kur filloj gjën pa dëshirë nuk është mirë. Po. Thjesht i thash okay, të shohim e vazhdojmë. Edhe nga ty filloi kjo tranzita e Hajduk Splitit, ke parasysh. Te Hajduku i Splitit e ke taku edhe një futbollist që tash është pjesë e rëndësishme kombëtare si Ardian Ismaili. Na trego pak për këtë kuën, se ju ka rënë një ku me lu bashkë me ta dhe ai ka postu afinitete dhe a ke pas besim që ndoshta mund të mri nivelet e larta, pasi tash për shumë që ka disa vite që është një prej mbrojtësave ndoshta më dalluar Serie A. Shiko, Ardianin e kam taku vitin e parë kur i kanë Split. Po. Na ke parasysh edhe Se ai Koxha i ri u transferu po pe ishte Prishtinë. shumë djalë i ri, e ke Njerë të parasysh. Hajduku B, tani Po, ishe Ka me mundësi Hajduk B, bote stërvitje, disa herë vite me ne, kështu, ke parasysh ti, edhe i thoshën, edhe unë e thirr Shqipe, ke Po. parasysh ti, o Shqipe, edhe nga ty fillu me pas mohabet, se ke parasysh, të shkon mohabeti, Po, normal, edhe jeme- ma i je afërt djali e jot, ki, ke po. parasysh çun shqiptare kështu, edhe ishim Split, ke parasysh ti, edhe kam kalu shumë mirë. Me thon drejt për Ismailin e kam mendu, sepse ka qenë një djalë që nuk u kursete. Po. Ke parasysh ishte një djalë që punonte fort, nuk ma e merr një ditë që ti më thon nuk ka pas dëshirë me pas stërvitje. Nuk po angazhohet, nuk e dën. Jo, po. ka qenë sa herë një djalë që thjesht i kam pas edhe shokët atë ekipit thash, bro you see Isma, always 100%. Po. Ke parasysh ja thashë kështu, ke parasysh, ja, bro. Good attitude edhe me thonë dit nuk po them se tash nuk po them unë ty që do dilte llafje për Napolin, për Juve, nuk e kishim menduar se kjo është gjëna që ndodhi herë Po. 100 lojtar. Po. Ke parasysh ti, po nëse ndodh, i uroj gjithë mirë se meriton. Ke parasysh ka disa lojtarë që janë për situata, kanë disa lojtarë që janë për merita. Edhe Ardian Ismaili patjetër për mendimin tim, siç e shoh unë, e meriton me gjithë zemra, ke parasysh se është një djalë që nuk dorëzohet kurrë. Ka bërë shumë punë me Ardianin, Ka bërë shumë sigurisht. punë. Ka pasaj edhe besoj që është edhe një lider i vërtet, sepse ti thu sepse është një djalë që mund të marrë shembull për çdo gjë, për çdo situatë, ke parasysh. A e besoj të ja po cilësitë e tija, besoj se mund të arrijë këtë nivel edhe mund të jetë kapiteni i kombëtarës shqiptare. Po siç thosh pak më para, tash ana kapitenit, Po. do të thonë ai e ka gjithë karakterat me u Po. bë kapiten, me u bë si lider, ke parasysh se ka vullnetin e punës, nuk dorëzohet kurrë, Po. o luftarak, pse jo? Okej, shumë mirë. Koha të rrim edhe pak të Hajduku. Hajduku. Koha të Hajduku ke qenë afër fitimit kupës Kroacisë, Po. edhe e ke hup një finale. A është një pengje më të mëdha në karrierë? Po me fitu parasysh trofeun. që Normal që po, sepse çfarë klubi i atmosfera, madh, po, çfarë tifoz. po, aty çdo gjë rreth Hajduk Splitit. po. Ke parasysh ti edhe kam pas çdo ndeshje ka qenë emocion i madh me los, se është një ambient për shembull që të kap nga mrena, nuk e di si me ta shpjegoj. Thjesht o një ndije jashtëzakonshme, nuk besoj që edhe klubet mëdhej mund ta ndiqte. Okej, pavarësisht se nuk flasim ne për Manchester United, Liverpool, po. Si bëhet ky kontekst e Hajduk Splitit me fansa, me situata si e ndin futbollin njerëzit që jetojnë ani në Dalmaci, ani në Split, është diçka jashtëzakonshme, edhe kush del suksesshëm nga Hajduk Spliti është diçka që nuk harrohet kurrë në jetë. Thjesht nuk harrohet kurrë në jetë edhe një ndeshje në lozë në Europa League konferencën me Hajduk Splitin. Besoj që janë fansat që t'japin një adrenalin që unë për shembull kam pas ndeshje me Evertonin ose Maccabi Tel Aviv që vite minuti 95 ose 110 edhe ishte sikur minuti parë. Aq adrenalin që ti Adrenalina maksimale. Për kraja e ose tifozëve, këto për po. kraja e tifozëve që ai janë diçka jashtë masë. Mund të quhet pengu më i madh? Po, mund të quhet pengu më i madh se ke parasysh veç për ndijen që ti mund ta ndish, nga ana e situatës, e Po. kontekstit, e fansave, ke parasysh. Është diçka që vështirë është me shpjegu me thon drejt. Se në 2019 u riktheve në Itali. Domethënë mas një periudhe për vjen 3 vjeçare, 4. Po. Edhe te Salernitana po vetëm 6 muaj. Po. Erdhi transferi edhe pse ka shpejt u largove. U largova, tani ta filloj pse u largova. U largova A u sepse kon Salernitana në atë ku
skuadrë e Claudio Lotitës, presidenti i Lazios. Po, ka Edhe qenë ka pas dorë iglitare në këtë transferim. Jo, nuk besoj që ka pas iglitare, thjesht ka qenë midis agentit, direktorit edhe klubit, ke parasysh po ka qenë disa situatë që unë nuk theva pas lëndimit se pas pata një operacion, domethënë u operova këtu për pubalgji. Po. Edhe neta 7-8 muaj pa los, ke parasysh edhe aty kisha rastin me shkuën Salernitana, klubi i mirë, klubi i njohur, ke parasysh ti edhe nuk e kisha me dëshirë me thonë drejt mu këthy në Itali, sepse tash ti kur vjen nga poshtë, nuk të vlerëson aq si duhesh. Ke parasysh unë për shembull shkova nga i duk spritni Salernitana, të më thoshin më po të njohin ty kur losja nga Serie C, Serie D edhe fillon prapa ajo gjona. Kemi marrë lojtar nga Serie C, Serie D edhe vjen sa herë me jo si Hyseni i Hajdukut. Kjo është nuk ishte dëshirim, po thjesht ishte situatë. Ke parasysh e pranova, por nuk jam shumë i lumtur me atë zgjedhje. Me thonë drejt. Zgjedhje emergjente. Pa. Se u ktheva pas lëndimit, e ke parasysh ti. Pas 7 muaj në aktivitet, me pubalgji, mazor, vraposha, gjona kështu edhe. Po thjesht, me një eksperiencë që më rriti prapë, kështu që duhet me marrë me pozitivitet. Pas kësaj kohe vendose mu transferu me një vend të ftoftë si Finlanda. Edhe ke lun me 2 skuadra ndryshme. Na kujto pak këtë kohë në Finland, qysh është me lu pasi në vendet ku ke luti në Itali, në Kroaci janë pak vende pak më të nxehta dhe po, shiko, një kulturë ndryshe, po besoj ajo pjesa e Finlandës. Po, kulturë ndryshe, i cili më ka bërë shumë i lumtur. Futboll ndryshe, duket që është shumë fizik. Po, fizik. Vrap, ke parasysh to one against one fight, to gjona kështu i ka. Po si ambient më ka pëlqy ftofti që s'kam pa asnjë ftoft kështu në jetim, kështu që jeri i lindur në Shqipëni, ka luajt në Itali, në Kroaci, në vende nxehta, për një moment tash më kthy në Finlandi ishte pak kështu, ke parasysh, po pak a shumë ka qenë një moment pozitiv, më ka pëlqy, me thon drejt. Kam qenë një kokola, ka pa pivua kishte emrin, edhe Lati. Po Lati, atje, që kam takuar shumë njerëz shqiptar që jetojnë Lati. Që do mos pjesa e Kosovës. Po pjesa e Kosovës ka qenë shumë, po. Pikërisht ishte tregon një gjë kur zbrit aty në aeroport, edhe ishte një vajzë aty, kishte emrin Genta. Thoshun po ti ç'a bën tu, thoshun. Jo, jam nga Kosova, thoshun. Okej, po si është me jetu këtu, vishe xhupën, sa shumë ftohtë për gjësi. Po për gjëra të tjera, je shumë i lumtur ke për ta pa. Edhe kalova shumë mirë, me thon drejt. A ndihmoi kështu në aspektin personal ose profesional kjo aventurë në Finland? Po shiko, unë jam një tip që çdo gjë e marr me pozitivitet edhe shoh me urrit edhe më mësu nga çdo situatë. Kështu që më ka rrit, edhe kam qenë lumtur për çdo, domethënë zgjedhja që edhe po patë vështirësi, prapë është diçka e mirë me shiku perspektiva tjera në jetë. Kështu që kam kaluar shumë mirë dhe kam qenë shumë i lumtur. Hysem, po qëndrojmë pak te Finlanda, po jashtë futbollit. Na ke treguar edhe jashta fillimit të emisionit, të ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë si vend, edhe pse i ftoftë. Ke luajtur shumë vende, Kroaci, Itali, Rumani, Hungari, Sloveni. Finlanda domethënë ta ka marrë zemrën, ëh. Shiko, edhe është vendi që kishe me dëshirë, kishe vazhdu me jetu me familjen pas karrierës. Me thon drejt, kom shumë qejf. Normalisht që disa persona e kanë qejf, disa jo, se shumica thonë shumë ftohtë, një vend që nuk është vërtet që është shumë i lumtur, tash gjithsekush i ka atë eksperiencën e vet, normalisht, po thjesht unë për mendimin tim, si kam kalu shumë mirë, kam taku sa njerëz pozitiv. Ambientet ka qenë sa herë pozitiv, edhe mënyrën si e menaxhoshin, domethënë situatat e vështira anë e futbollit, po kjo normalisht që kjo reflekton si menaxhon futbollin, menaxhon edhe jetën pak a shumë, edhe nuk janë njerëz që vendosin shumë stres për asnjë gjë. Ke parasysh nuk ishin njerëz me temperament, ke parasysh ti kështu, ishin sa herë njerëz diplomatik që kishin qejf me bë mohabet, me thon drejt. Edhe nga kjo ana psikologjike jam rrit shumë nga Finlandia, me thon drejt. Më ka pëlqyer edhe nëse kam mundësi më u kthy prapë një ditë, pse jo, edhe me jetu, pse jo, nuk e kuptoj. Po a kishe bosi fqinje atë me lon fëmijën me vjet minus 20 gradë. Shiko, to janë, domethënë kultura finlandeze, po vështirë është të ke për vetëm me pak kështu ndhims pak fëmijë, po nuk besoj që do e bëj këtë gjë. Ke histori shumë interesante, domethënë. Po se siç thosh para, ke parasysh kur pash unë
domethënë një fëmijë 10 muaj që të minus 20 ishte jashtë shtëpie edhe prindërit ishin me thoshin jashtë derës thosh bro, you know you have your kids out. Yeah, it's normal. Okay, thosh më fal, nuk e di. Yeah, because you know. Po pjesë e kulturës. Po pjesë e kulturës kisha. Po thjesht kam mësuar shumë gjëra, kaq. Hysen pas Finlandës ke vendosur karrierën me vazhdu në Hungari te Diosgyri për një vjet e gjys. Na kujto pak këtë kohën te skuadra hungareze dhe si ka qenë futbolli atje. Në Hungari shiko, kam jetu në Budapest, shumë qytet i bukur, shumë klubi i mirë, kemi pas çdo gjë, çdo kusht, ke parasysh, nuk kemi pas shumë fat, domethënë me ekipin, por një klub shumë tradicional në Hungari, ka shumë fansa, domethënë kështu shikues, një klub stabil. E kam kalu mirë me thonë drejt pavarësisht të rezultatet, se disa herë ti edhe nuk mund të marrësh rezultate, po prapë je me një ambient që e kalon mirë dhe aty kam taku edhe Florent Hasanin, po jeni konkurentë shkëlqytar. Kemi qenë bashkë, kemi kalu shumë mirë, ka qenë një moment shumë i bukur për mua. Përveç në Hungari edhe në Kroaci që ki pas bashkëlqytar shqiptar, atë ka ndodhur me ndaj klub tjetër? Jashtë Shqipërisë dhe Kosovës. Shiko, çdo klub që kam qenë, për shembull Diosgjor ka qenë edhe Odise Roshi me mua. Odise Roshi, një periudhë ka ardhur. Po, ka qenë Roshi, ka qenë Hasani. Kudo që kam shku, kam pas edhe Finlandi, me thonë drejt, ka lojtarë që normalisht nuk kanë shumë emër, po kam taku shqiptare, ke parasysh, kështu që kudo që kam shku, kam taku shqiptar, përveç Salernitana, Salerno nuk ishte shqiptar. Kudo që kam shku, kam qenë. Ajo ta ka bëu atlet sigurisht. Po, normalisht. Po. Kur ke njëri që mund të shprehash si don ti, normal që çdo gjë më e lehtë, kur jeni dy persona nuk je vetëm, kështu që. E kishe mendu që një ditë do të kthehesh në Shqipëri për të luajtur futboll. U ktheve te Egnatia, një klub themi i vogël, po që tash është një realitet i ri në futbollin shqiptar. Madje ki fituar edhe trofeun e titullit kampion, 2 kupa të Shqipërisë. Po. E kishe mendu më herët rikthimin? Nuk e kishe mendu, me thonë drejt. Por treguve që është emocion ndryshe për Thomas, që është veti Rogozhinës. Po, kjo ka qenë një nga arsyet, jo arsye, po një nga arsyet. Ke parasysh aty ndodhi një gjë se unë me thon drejt isha larg, nuk më mend ku ishte tash ndërkohë kur më thon për ndoshta në Hungari apo nuk e di, po më thosh shiko, më thosh shiko se o Ignatia thotë që o një ekip që do një ekip do me bën një ekip elit. Ndoshta kemi edhe mundësi me shkuani. A dishe që o Ignatia e Rogozhinës bile? Po e thosh, po ku i bin Ignatia? Po se nuk e di, se nuk e superiore. Jo për një gjë, por nuk e ndjekja fare futbollin. Ke parasysh ti shqiptar, kështu Ignatia, se ishte emër i ri, ke parasysh ti. Po mendu që ka vlora Saranda. Po pastaj ke parasysh ishte aty bona një intervent këtu me shpinën këtu L4 L5 edhe e thash pse jo me tentu 4 muaj, se të thjesht desha me shku vetëm për 4 muaj, ke parasysh ti. Edhe shkova, gjeta një ambient pozitiv, ke parasysh një klub stabil me kushtat mira. Edhe normal ishte një president, pretendent. Po. Gjeta çdo kusht për të vazhdu, pas 3 muajsh bona rinovim, pse jo. Po. Tash me loz në Hungari ose me loz në Shqipëri me një ekip se Ignati, pse jo. Po, dhe pjesë e garave evropiane. Po, i bon. Po. Po duk me nërë të Ignatia. Po, edhe one, se aty pjesë e Ignatias kanë qenë disa emra tash për shumë, si Allen Sherry që është pjesë e Kalarit, edhe Indjerit Duamena, ke pas edhe shumë futbollist tjerë që sigur kanë lujt atë, edhe kanë bo gjumë se prej Ignatias shumë lujtar kanë dalë tash në Evropë. U bo një farë mini marketi për klubet e Evropë. Se ka qenë është pak ma i mirë ose kështu për... Shiko... Unë e di që Ignatia grupi ka fitu trofejt, se i nikon shumë... Po, kishim pas, do më thonë, lojtar për mendimin tim që mund të shfaqin në çdo kampionat në Europë. Po. Nga Jackson, na Fernando, kushdo shi tjetër ke parasysh te Duamena ishte diçka nuk ishte lidhje fare me kampionatin shqiptar. Ishte një sallak kështu kualitativ, një person shumë humble, thjesht kështu ke parasysh. Për tokë. Shumë për tokë, ishte diçka
Një nga sulmuesët më të fortë që kam pa, me thonë drejt, Rafael Duamena. Po ka pas te probleme, siç e din gjithë me zemër. Që shikojton pak duelet në stërvitje me ta, se po besoj ju ka Roma si ti. Po ishte shumë i shpejtë, ke parasysh edhe ishte njëri që ti mendosh se shkote ke majt, ai ikte ke djathtë, ke parasysh nuk e orientohesh dot se ishte një lojtar shumë i fortë, me thonë nuk ishte lidhje fare siç thos pak më parë në Shqipëri, ishte një lojtar që mund të loste me sy më kudo që të shkote. Për mendimin tim, normal kemi pas shumë lojtar të fortë. Shife Alen Sherri sot pëloz në Kaljari. E prisja sepse ka pas unë kam thonë sa herë edhe disa lojtar për mendimin tim siç e shoh në futboll ka shumë individualitet Shqipëri në Kosovë përgjithësisht që mund dalin edhe mund të luazin çdo për shembull çdo kampionat. Po thjesht disa situata. Cili lojtar mendon që është i radhës, nashta Arbin Zeinullah, se kush ka vet aty në Ignatia. Ke Ignatia? Po ke Ignatia, ke për shembull Bini, si the Zeinullah ka prospektiv me dal. Ka 2-3 lojtar. Tash s'kam qejf me thonë ke parasysh besoj që si mbet teatri ka individu sa dushi mund të përshtaten në Ukrainë, Hungari, Kroaci, në Itali pse jo. Normal, do të mi provu një këto kampionatet, po besoj shkollë, pasi për shumë që kush pi nxit shkollë të lartë tani pe ka probleme me rretull, me mbajt. Me po qëndrojmë pak te e përmendëm Dvamenan, të ndjerin Dvamena, ka qenë një shok i vërtet vdekja e tij, që kujton edhe pse për cilësi folëm, ka qenë një jashtëzakonshëm në malë fillimisht në Cyrit u lut. Po. E bonte Gërdin League se përcjellë shumë kampionatin zvicran. Që shekujton atë periudhë se u konë një goditje shumë e madhe për ju. Po, ka qenë diçka që vështirë me shpjegu, ke parasysh se thjesht desi njëri mes fushë o diçka që habitesh pak, ke parasysh të normal që shpreson që ta kapi vetën çdo gjë, po vështirë edhe kështu me thonë me fjalë, ke parasysh o diçka kur nuk besohet, ke parasysh të ka qenë një humbje thjesht. Ke parasysh ti kur kalosh shumë pak kohë me disa persona, po duket sikur i njeh ke 10 vite. Domethënë Evlers a beson, a ka qenë momenti më i vështirë në karrierën tënde? Për këtë aspektin thotë që kam pa mes fushës thua, po një nga edhe nga ana kështu emocionale, se po nga ana të prek, ke parasysh ti. Ka qenë një nga më të vështirë, po. Ashtu që jemi prej knasi tifoz të futbollit. Ose o diçka siç thosh pak më parë, vështirë me besu që des njëri mes fushë kështu. Ti ke pas pjesë të familjes në klub. E kalos shumë kohë, ke parasysh ishim 3-4 persona që ishin bashkë, flisnin spanjollisht, gjithsesi edhe kështu që ishte diçka pak vështirë me thonë me fjalë domethënë. Hysen tash për shumë që po bën karrierë te Suarika në Superligën e Kosovës. Si u binde mu transferu në futbollin e Kosovës? Edhe këtu pak shumë mendja. Tani desh me thonë që nuk e prisja me thonë drejt se ku i bjen Suarega, se kam gjuar një herë në Kosovë, jo ne. Edhe tash ke parasysh gjithsekush i bën analizat e vet, shiko pak a shumë ku i bi si bi, se tani lojtari, shiko, çka kërkon lojtari? Kërkon lojtari stabilitet, domethënë me një klub që jo pretendent. Ke parasysh nuk po them me fitu ligën, po një klub stabil, një klub që mund mirë organizuar, ke parasysh të ishte profesor Duro, anë ati ke parasysh edhe direktorët që janë sot Bajrami, Graniti ose gjithë, domethënë klubi drejtuesit përgjithësi, edhe normal ti shkon bën negociatat, edhe pse jo ke parasysh. E si po duket Superliga e Kosovës? Pse neve që ndjekum çdo ditë na duket që kampionati fortë. Top 5. Po, normal, shiko, nuk ka çdo gjë nga ana kontekstit, po, normal, që nuk ka kampionati thjesht, që normalisht thotë tjetër aty ti ke lozin Kosovë, thonë thjesht, jo, nuk ka thjesht. Shumë e kanë bërë përpara kështu. Kosovë edhe kanë ardhur shumë lehtë. Na penalizon pak infrastruktura, po kjo pjesa, domethënë, nga fushave, gjona kështu që ke parasysh edhe çdo lojtar mund të shprehet ndryshe, ke parasysh kur ke fushën me një farë minore ose diçka të tillë. Po nga kjo pika fushave ke parasysh na pengon po jo veç Suareka, por përgjithësi lojtarët, por si klub kështu po e kaloj shumë mirë. Kemi besoj si them, një ekip që ka potencial.
është një ekip që ka potencial, është një ekip që mund të çojë vështirësi çdo lloj ekipi. Kështu që besoj që mund të arrijmë lart. Kur jemi te futbolli i Kosovës, jeni si një lojtar me shumë përvojë tash edhe ndërkombëtare. E ke pa që në Kosovë ka shumë talent, ato përfshi edhe klubin e juve. A mendon që na thuaj ose disa nga emrat që mendon që kanë me bëu një karrierë të madhe, kryesisht lojtar të ri, që mund me bëu atë hapjen e madh për medalën e Evropë. Po këtu në Suarek po thua po përgjithësi? Në përgjithësi në futboll Kosovës. Thashë ka edhe në Suarek lojtar të mirë, të ri, po edhe në klube tjera të Kosovës, cilët kanë rënë sy ty për që mendon që mund po tash me pas nuk tarme. me thon drejt nuk pima e men me emra, po kam pa 2-3 individua me thon drejt. Për shembull lojën e fundeshën e fundit ne lozëm kundër Malishevës, edhe aty ishte ai Vingeri djathtë, Hazrollaj. Po. Më duk shumë tash i hera kam pa. Po. Tani shifët në lojtarë që di me prek topin, di me bo një stop të dur, kështu mu duk shumë. Shënoj një gol të jashtëzakonshëm. Po, një gol jashtëzakonshëm, mu duk shumë lojtar me kualitet, shumë i fortë. Kështu që po kam pa, jo veç ai, po thjesht kam pa 2-3 individua që mu duken lojtar që mund të përshtaten jashtë shumë mirë, pse jo. Edhe ne për shembull kemi lojtar që mund të përshtaten jashtë sigurisht. Nga klubi ju kush mendon se mund Që unë kam thënë sa herë disa djema aty, disa çuna që janë ekip. Për shembull, kam me sfushorin Arvaniti që los mes fushë para meje. Ai Bjondi, nuk e di se Arvanit Rexha, po ai besoj që duket për gjithsesi për ju që ka një lojtar me perspektivë, ke parasysh tash nëse anë në Shqipëni thonë ka prezencë. Po, ka prezencë, kështu që nëse ka mendimat e duhur, domethënë edhe vazhdon me punu fort, me dedikim, me dëshirë, ka kualitet për mendimin tim. E cili është objektivi juaj ose i klubit Suarekës në këtë sezon? Pasi veç gjysma e sezonit thuj se kaloi, ka vetë veç edhe ndeshja e fundit e këtij sezonit jashtor. Shiko, nuk besoj që kemi pas 4-5 muaj të keqa. Po. Shiko, normal që për mendimin tim 2 ndeshje me thon drejt, një ndeshje me Dritën, një me Faronikelli na kanë pengu pak. Me thon drejt, po besoj që pak a shumë kemi bën një sezon aty ku do ishim, pavarësisht që na mungojnë 4-5 pika me thon drejt. Besoj që kemi kaluar mirë, besoj që kemi potencial si thosh pak më para me arrit lart. Tash nuk po të them unë ku, po besoj që jemi një ekip që ka potencial. Tash ti kur ke potencial, ke angazhim, çdo gjë mund të arrijmë. Kemi një trajner që po na ndihmon shumë, po rritëm. Ke parasysh edhe besoj që kemi për të bërë shumë mirë. Evropën është një synim real Evropa, edhe pse s'pe thuni publikisht, s'po ku brenda e thuni. Tash shikon normal që është një synim e klubit. Me thonë drejt, kemi potencial me arrit, edhe besoj që do bëjmë çdo mos me arrit ke qëllimi i klubit, se jemi aty për këtë punë. Tash arrima ajo, kjo është diçka tjetër. Po ne do mundohem me bëj çdo gjë, kemi potencial. Besoj që ne kemi një ekip shumë i fortë. Kam pas shumë ekipa, edhe mund ta them këtë nga eksperiencë, kemi një ekip shumë të fortë me thonë drejt. Tash normal që ka disa situata ose ka momenta për shembull që kemi kaluar ne kemi pas 4-5 ndeshja me vështirësi. Po tash këto janë gjëra që ndodhin në futboll edhe keni bërë 2 fitore radhaze. Po, jemi kthy me një mënyrë shumë të fortë. 4 gola Llapit. Po. Llapit fitore në Malishev. Fitore jashtë Malishevës, kështu që nuk kundër vendi i dytë keni fituar. Po tash e keni lojën pikërisht me vendin e dytë, prap se Ballkani mori vendin e dytë, derbi lokal. Po. Një fitore ju afron vetëm 2 pikë larg asaj pozite. Po. Sa jeni përgatitur nëse të motivuar për Po, normal që tash një derbi nuk lozet vetëm fush, lozet nga ana psikologjike, lozet nga ana angazhimit, dëshirës, nuk ke nevojë për motivim se gjithë presin të ndeshë, shumica lojtarëve ke parasysh ty. Kështu që duhet edhe
duhet edhe dhon maksimumin, sigurisht do vi maksimumi, sepse si thosh pak më parë nuk ka nevojë as për motivim kjo lloj ndeshje, ke parasysh, kështu që sigurisht do ndeshje shumë e fortë, po ne do bëjmë çdo mos me arrit 3 pikshin. Se para se me dal edhe te pjesa e kombëtarës, po du me të pyet në Kosovë është hera parë që kjo ardha, po? Po. Qysh ka qenë pritja dhe atë ka dalë që ashtu që ke mendua ajo? Shiko, edhe jashtë futbollit. po, tani ta fillojmë nga fillimi se kur erdha dita parë këtu ishim në stërvitje në Prizren, ke parasysh edhe nuk është një gjykim kështu, po thjesht shkon stërvitje, unë nuk e dishe ku du stërvitshim, ku du ndroshim, ke parasysh tu një erdha isha verë edhe ishin mbi 33 gradë, 34 gradë, ishe ke fusha Prizrenit, ishe vapa madhe, edhe nuk mdoj përshtypje, thash me veten tim ku kam ardhur unë këtu, thash, ke parasysh u habita pak, ke parasysh vapa. Me njerë të shiku mundësin qysh me ikë. Po, ke parasysh tani, po, javë pas jave, kuptova që ishim në një vend duhur, u ambientova shumë mirë, ke parasysh ti, edhe më duket shumë veni mirë edhe i qetë, si është suare, kështu me jetu me familje, kështu. Mikpritja ka qenë e përmendë. Po, fillimisht normal që çdo gjë fillimisht duket pak kështu, ke parasysh se tani më mësu me diçka tjetër, vjen edhe shef fushë sintetike, kështu, ke parasysh edhe Hysen gjatë karrierës në klubet evropiane ka orë ftesa edhe të kombëtarja e Shqipërisë, po besoj që ndoshta është arritja më e madhe për një futbollist kur ftohet të kombëtarja dhe ti ke zhvilluar dikon 6 apo 7 ndeshje. Na kujto pak këto emocionet edhe kohën tonë të kombëtarja. Shiko, tani kombëtarja është diçka që tash ti njoni kur lind futbollist, dëshira më e madhe është për të lozësh, është për kombin tat. Edhe kjo një nga ato gjëra që vështirë është me shpjegu, me tregu, ke parasysh ka një ndije veçantë. Edhe me loz nesër me Real Madridin, prap ka kombëtarja. Pavarësisht Kosovë, Shqipëri, jemi një thjesht ndija, ke parasysh. Normalisht ja uroj gjithëve djem ato se çunat që lozin futboll, që merren futboll, ta ndijnë atë farë ndije, ke parasysh. Për shembull, pata si thot, hera parë që losë për kombëtar, debutin, ishe kundër Maqedonisë, ke parasysh ti, në losja më e dukur atë kohë, edhe ti losë shiko Bardhin, shiko në Pandev, shiko në te, ke parasysh ti edhe oni ndije shumë kështu, edhe ku bë debutimi kombëtare, ke parasysh ke gji familjen, gji njerëzit tuaj ku rritesh, ke parasysh ti losë kombëtare, ke parasysh ti thjesht është diçka shumë vështirë është me tregu më shumë. Domethënë kulmi i karrierës për ty si futbollist, ftesa kombëtare dhe zhvillimi i ndeshjeve, apo? Po, jo thjesht për nivelin, po thjesht për ndijen që ka lojtari. Po. Ço diçka që s'e përshkruan me fjalë. Një gol në jo, diçka jashtë zakonshme me shpjegoj, ke parasysh. Shumë ndije shumë pozitive, bukur, ndije shumë full si thot, ndije shumë krenar. Po. A kujton ftesën e parë? Edhe çaja kon të bën, nëse a bën të kujtohet si detaj kështu. Po, ftesën e parë. Zakonisht a vjen një turnej ashtu të kthyer televizor pas servitit, telefoni, një email ose diçka. Po, isha aty ose thirr menaxheri. Po, isha në Kroaci për shembull, edhe nuk na punoshin email, ke parasysh kisha thirr kombëtarja, kishte javë që kishte më çu ftesën edhe na mori ti manaxheri tho. O me moll tho, shikoj se kemi çuar email për nuk na ke kthy përgjigje. Keni lexuar email sa ato që lon kombëtarën pendim. E thosh, shikoj se s'kam pa gjë se nuk na punojnë email. Okej, thot dërgoj ik pak ke klubi pyete se të kemi dërguar një email, ke parasysh ti. Te klubi tu mos lajmëro hiç. Po klubi nuk më thot pas 3-4 ditëve se kam taku ti menaxherin e klubit, a ke parasysh ti se ndoshta ishte jashtë, nuk i kishe pa, ishte 3-4 ditë pa e pa, se kur të vete, se ato ftesën ta çon 20 ditë para, 3 javë para, s'ka rëndësi ku ta thonë. Thjesht se ato e dinë që një klubit, një ke lojtari, mos e kishe pa. Edhe kur mori ti menaxheri thosh, po i thosh unë, po jam ti menaxher kombëtar, ç'a thuti thosh, pa i besuar, 23 vjeç, 24 vjeç, shoh ke parasysh ke pas gjej jetën ëndër me lozën kombëtare. Edhe sa herë që të lozësh me kombëtarin, mund të bësh edhe 20 ndeshje, pa sikur hera parë. Ishte pak kështu shumë emocione. Nuk i besoja që është ti menaxheri kombëtar. Po jo, ose thjesht ke parasysh nuk e prisja. Ishte panuçet e atë kohë.
Christian Panucci edhe ishte diçka, ke parasysh, një ëndër botë realitet, kaq. U pa të bosh shumë mbrojtës atë majtë në atë kohë. Ti, Agolli, Lenjani... Po, ishim po. Mbrojtës atë majtë e kom fjallë. Po, ishim mbrojtës ma, ishe Agolli, ishe Ermi Lenjani, ishe unë, ke parasysh. Trashi erdhe pas. Po, Trashi. Po, sot që sheshe krone e majtë Shqipnis, a u blindu për shumë vjetë? Me mitajnë? Shiko, besoj edhe shpresoj se po, ka shumë kualitet. Kjo është nuk o për në që e themon, një djalë ku ka topë me shumë i qetë, duket si veteran, pavarësisht masha. Unë e kam taku Mitaj ka që me ne 2-3 grumbullim, po so aktivizu, dhe më tha, ishe fillimi për atë. Po e shifet njoni që mund të ketë hapje. Tash ke parasysh, besoj se po, me thonë drejt. Ka kualitet, çuniri, ka gjithë mundësit me los sot vite ma para. Gjatë kohës të kombëtarja, cili futbollist kalon ma shumë për shtypje, kështu për, ndoshta për nivelin, ose për seriozitetin, punën? Shiko, kanë dhënë shumë djema kontribut një jashtëzakonshëm me Shqipërinë, me fillim nga Roshi, nga Balaj, nga gjithë to, Hysa ala sot edhe do japi shumë vite. Ke parasysh Kallot Sana, Agolli gjithashtu kemi shumë lojtar të ardhmë të fortë se sot niveli kombëtarës ti e shef lozin gjithë për Serie A. Po, Serie A shumica. Shumica Serie A ke parasysh. Unë për shembull nuk e kur jo për një gjë, po thjesht tash edhe Ilber Ramadani po los shumë mirë ke parasysh ti. Edhe meriton se e ka tregu veten. Kristian Aslani gjithashtu. E kam një pyetje që lidhet me pasaportat. Futbollistat shqiptar a kanë fillu prej këtij viti apo prej vitit arshëm kanë më njoftë si vend as në Itali. Është një marrëveshje mes dy federata. Po. Nëse kishte në kohën tënde, a mendon se të kishte ndihmu kjo punë? Po, besoj se po. Për me arrit me klub tjera, po. Fillimisht po se kam qenë sa si ekstrakomunitar, po, gjithmonë kjo ka probleme. Se thot njëri Serie C jo, me jo Italia Serie C. Është shumë e fortë. Po. Është shumë e fortë. Ke parasysh ke gjithë trajner me përvojë, gjithë trajner që ti din italian bojnë të fart taktike, gjona shumë vështira me los. Ke parasysh. Po. Tani me Liga 3 italiane shumë e fortë. Mund me përballuar Ligë parë me shumë shtete të tjera. Kështu që, po normal, një gjë me thonë, një gjë me pa edhe me qenë mrena edhe janë shumë ekipa të forte, për shembull ti Ligë 3 ke Perugia, ke Ascoli, ke shumë ekipa të forte. Ka shumë klube domethënë që na shi para 15 vjet ai kena bën Serie A, sa janë Serie C, tu më pjesë. Shim Fajetin, na jeti nga Liga 3 për shembull, Reggiana do që iku në Cluj. Pavarësisht trajneri e njeh se edhe luan evropian. Liga 3 italiane pas Clujit 6 muaj në evropian. Titullare. 3 ndeshje. Hysen gjatë kohës të kombëtarja i ke zhvillu 2 ndeshje me kombëtare të forta si janë Spanja dhe Anglia. Na kujto pak çysh është me lu me kombëtare të këtij nivelit, pasi e dim çfarë lojtar kanë pas vit pas viti dhe vazhdojnë me pas. Shiko, normal që unë po besoj që e shoh futbollin, po besoj që me Spanjën është pak më vështirë me lu. Po, pak më vështirë. Se do të më ndjek topin pak më shumë. Nuk po them emrin, po ishte një djalë aty thohom emrin, nesër ke për të los kundër Spanisë, po i thoshën, mirë futja vrapi se topi nuk kemi për ta prek asnjëherë, thonë. Nuk po them emrin lojtarit, po thjesht ke parasysh. Jo më thoshën se shohim se besoj që mirë do bot 3-0 Spania ke parasysh. Po. Shiko, është konteksti që Spania ishte shumë e fortë. Edhe është shumë e fortë, ke parasysh ka qenë sa herë një klub, do të thonë një shtet shumë i fortë si kombëtar. Edhe gjithmonë kanë ishte Morata aty, ishte Silva, ishte Ramos, ishte Iniesta, Busquets, ishte Carvajal, ishte një tjetër Barcelona, Secili më mirë se tjetri, ishte Jordi Alba, ke parasysh ti. Vetëm fillim kur ti shemra. Ule kryt, po mos shifare to, vetëm vrap. Se mi mirë. Sigurisht kundër Spanjës me lujt. Cilin lojtar e veçan kështu të Spanjës, ndoshta të kalon për shtypjen ai? Ramos, Sergio Ramos. Vetë për ke parasysh ti ndoshta ka prek topin 3-4 herë të ndeshje, po
Gjithmonë ka qenë rrezik, Po, aura, kur hënë tek kështu ke parasysh ti. E shef që është një, po nuk je kot domethënë 20 vite në Real kapiten ose 20 vite Spanjë. Normal. E përmendëm një kon titullar si kundër Spanjës, si kundër Anglisë. Ki pas punë me dy emra shumë të mëdhaj, si David Silva, me Neon edhe Phil Foden. Po. Në anën tjetër. Cili u kon më i mirë edhe më i vështirë. Cili ta ka vështirësu jetën atë ndeshje. Më shumë. Normal që ke parasysh los kundër Anglisë, shef këto emra kështu edhe pak done mendon, ke parasysh si mu përshtat, si mu bo, ke parasysh unë tash i kraj djallt kishe Sterling, Foden edhe mbrojtësi djallt e Cityt, Kyle Walker. Po. Tash i ke parasysh kur shef përballë thu what now, you know? No. Po thjesht më i vështiri që kam pa ka qenë ky, që ka ky Raheem Sterling. po Sterling. Ka qenë më e ri, eksploziv. Eksploziv, shumë i shpejt, fake move, ha, kështu. Edhe Ka pas vështirë me... po vështirë, po. Po flasim për lojtarë tani elit. No, në Sigurisht. Romak për fund të pysëm edhe për shortin pak. Po, sigurisht. Me qenë se ka kalu disa ndeshje, po besoj shortin e ke po, ku prap do të ndeshën me Anglin, me Serbin, me Letonin, edhe një short jo edhe aq i lehtë për kualifikimet në botërorë. Po. A mund ta përballoj kombëtarja e Shqipënisë edhe cili menon që ka me qenë rezultati? Shiko, Na shpresojmë gjithë edhe po besojmë që me pak fat mujna edhe me qenë po. ndoshta në atë vendin e dytë se me qenë realist. Po. Normal, si ishte normal që gjithë shpresojnë për më të mirë. Anglia është favorit absolut, normal. veç Tani nëse po. e rrajmë veten që. Po normal, po thjesht besoj që Shqipëria si është pak më parë ka potencial me bo çdo gjë kundër çdo lloj ekipi. Normal që mund t'ikësh në Wembley me lozë edhe me humb 3-0, kjo Sigurisht. edhe mund ndolli. Po besoj që kemi një ekip që mund të jemi suksesshëm. Ke parasysh tani kemi Andorra, edhe Letoni. Po. Tani Ato besoj me që Suareken me shku jemi poshte. Zot mund nis me këtë vendje se futbolli. nuk ka tani sot gjithë din futboll. Po. Ke parasysh ti Edhe kombëtarët e vogla San Marino pe shohmi tu fitu. Po, Kanë filluar ata me fitu. Po pikërisht nuk duhet kur me kap kështu si lehtësie, ke parasysh ti se lozim Andorra, se vështirë është me shku me loz. Po, Sigurisht. Sot si sot. Me Serbin o një ndeshje që mund të boj, domethënë ka shumë boj me ana psikologjike e lojtarëve për kombët gjonat e kështu. Çdo gjë mund ndodhi, nuk besoj që jemi më pak të askushit. Okej, normalisht që Anglia ka një potencial jashtë gjithëve këtynve, po prap mund përshtatëm edhe sigurisht mund të arrijmë një rezultat pozitiv. Edhe shpresojmë gjithë se jemi gjithë tifozë me kombëtarën, kështu që Sigurisht edhe Shqipëria është më e fortë se ajo Shqipëria që keni luajtur jo kundër Anglisë. po. Besoj se më po. shumë gjasa për me shkaktu befasi, se në atë kohë dorën zemër Po. ka qenë e vështirë edhe veç me mendu atë sen. Po. E sot të e pa përballë që i ka bo me Spanjën, me Italinë, me Kroacinë, nuk e kishna llogaritë edhe ku me di çfarë befasie nëse e marrim një pikë kundër Anglisë, edhe në qoftë edhe në Wembley. Po. Jo, shumë e vërtet kjo. Besoj që si thosh pak më parë, ne sot shive Shqipërinë sot ke gjithë lojtarë që lozin për ekipat më të forta në Europë ose për në Itali janë përgjithësi. Normal që ka qenë një kombëtar ndryshe, është një kombëtar ndryshe me shumë potencial. Besoj kemi një trajner i duhur, ka bën një punë të mirë, besoj tani. Edhe kemi besoj potencial me arrit çdo gjë. Sigurisht. Ysan, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e podcastit Arena Hyjove. Edhe po besoj që na kena me vazhdu me qenë kontakt pasi si ti në pjesën e fushës na jashtë fushës, jem pjesë e futbollit. Falenderoj ju Ishte gjithë. knatësi me të pas një lojtar me karrierë kaq të bujshme, kom pjesë e jonja. Vështurojmë suksese me Suareken edhe shpresojmë që kemi arrit ato objektivat. Po. Shumë faleminderit. Shpresoj që normalisht edhe ne arrim të objektivat normal. Ju falenderoj shumë, ka qenë kënaqësi me qenë prezent tu. Edhe inshallah shumë tjerë. Faleminderit shumë.
Shikus të nderuar, pa harruar t'i përmendim sponsorët tanë, siç janë Pro Transport, Mucha Solar, brendi automjeteve nga Korea, KGM Sanyon Kosova, Dentfix, Patos dhe Lashko, shihemi në të shtunën e ardhshme. Mirupafshim.